Lezhë i shton hartës së saj kulturore një destinacion të ri të artit pamor, me hapjen e galerisë së piktorit të njohur Pashk Përvathi. Në këtë galeri u ekspozuan 82 nga punimet më përfaqësuese të artistit, të realizuara gjatë një veprimtarie krijuese mbi 40 vjeçare. Hapja e galerisë u shoqërua me ceremoni të veçantë ku morën pjesë autoritete lokale, artistë, kritik arti si edhe miqë bashkëpunëtor të piktorit. Ekspozita është e përhershme dhe e hapur për publikun dashësit e pikturës. Për piktorin Pashk Përvathi, hapja e një galerie në qytetin e tij të lindjes ka qenë një ëndër e kahershme. Ai shprehet se kjo galeri do shërbejë si një aset i rëndësishëm kulturor për Lezhën. Kam realizuar një ëndër të kahershme. Një ëndër që më duket gjithmonë sikur po jetoja për këtë ditë. Desha ta kishte Lezhë, sepse kuptim krijimtaria ime merr në këtë qytet. Galeria përfshin një periudhë 40 vjeçare krijimtarie, është filluar në 1984 deri më sot. Përveç se pjesa hyrjes e krijimtarisë time që është Lezhë, pjesa tjetër është në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Jam kujdesur që në këtë galeri të ketë thujse një gjeografi gjithë shqiptare. Dominon gjeninia e peizazhit, por ka dhe portrete dhe natyra të qeta. Kjo është një galeri që do të mbetet kështu për gjithnjë. Do të jetë kohë gjatë, është një aset i besoj turistik për qytetin, për mua është një galeri përfaqësimi, pra kështu do të mbetet për herë. Të pranishmit në ceremoninë e përurimit mes tyre kryetari i bashkisë Pjer Indreu, si edhe artistë e kritik arti, vlerësuan kontributin e Pashk Përvathit në artin figurativ shqiptar brenda e jashtë vendit, duke konsideruar shumë të rëndësishëm publikimin dhe ekspozimin e këtyre veprave për publikun. E vendos Lezhën fal gjithmonë krijimtarisë tënde në një tjetër nivel, në një tjetër stad, dhe pse jo, e bën qytetin tuaj një qytet më pranë metropolit që është Tirana. Dhe një farë kuptimi, përpost të gjithë atyre thesareve që ndodhen në territorin e Lezhës, një tjetër thesar i shtuar sot, me hapjen e këtij muzeu do të thoja, dhe jo një galeri, pra një diçka që do të mbetet përjetësisht për qytetin e Lezhës dhe për të gjithë ne, është shtuar një tjetër vlerë. Unë mendoj se Pashku është një aset, bashkë me piktorë të tjerë, Nikolini dhe shumë të tjerë që bëjnë art në Lezhë, janë një aset i çmuar, i padiskutueshëm për këtë qytet. Por jetën e këtij qyteti dhe japin gjithmonë energji pozitive për cilën më shumë ne kemi nevojë. Jam shumë i emocionuar sepse nuk mendoja se do kisha një goditje psikologjike që nder në momentin që kam hyrë dhe e pash. Shumëllishmëria e pikturave dhe e artit që është prodhuar më në kësaj dhome është impresionues. Ju keni ditë që të na sillni ne një lartësi të jashtëzakonshme, ku ne si Lezhë në fakt krenohemi me artin që ju bëni. Dhe më vjen shumë mirë që ky art nuk është më një art që ka ngel në kufit e një territori lokal, por ka dalë përtej. Unë do të evidentoja tek piktura Pashk Përvathit dy elementë të rëndësishëm, poezinë dhe muzikën. Në pikturën e Pashk Përvathit, përmes ngjyrave na përthyet edhe poezia, ndërsa në peizazhet e tij mjaft të bukura, kudo nëpër Shqipëri, na vjen edhe si muzikë piktura e Pashkut, na vjen si Mozart. Sot kemi një traditë e re, një hapësirë memorie, kreativiteti dhe trashëgimie kulturore. Veprat e përzgjedhura të ekspozuara përbëjnë një rrugtim, një dëshmi sakrifice për kushtimi, por dhe dashurie për artin, familjen për atë vehur. Veprat e ekspozuara në galeri përkasin periudhës nga viti 1984 në vijim dhe dominohen nga gjinia e peizazhit, me motive nga të gjitha trevat e Shqipërisë, duke shndërruar këtë galeri në një pasuri të çmuar kulturore për qytetin e Lezhës.